duhet bje pre legendave, çka do të thotë që ai ekziston, ka ndryshuar çdo lloj gjeje, është tjetërsuar, ka tjetërsuar madje edhe fizikun e tij, jo vetëm identitetin e tij, moshën e tij e tjera me radhë, por këto do të ngelen gjithmonë në kuadrin e legendave derisa të zbulohet realisht, domethënë e vërteta për të. A do zbulohet kjo e vërtetë? Unë nuk kam pikën e dyshimit që do të zbulohet. Po kjo kështu ishte e vërteta atëherë dhe të tërë shpresuam që diçka kishin, domethënë ata dispononin prova indirekte që diçka ka ndodhur me te dhe ne prisim të vërtetën që të na i thoshin. Mirë po, në fakt, ajo më pas